tani të themi që në kohë që po kalojmë rikthimi tek vlerat fundamentale, po bëhet gjithnjë më ekzigjent. Keni se emisionin me një fjalë që s'ke nevojë ta shpërkufizosh, të shpërkufizohet vetë, që është një puç institucional. Çfarë është puçi? Puçi që nga Greqia, që nga Spanja, që nga Turqia, po ka këto vende që ndodhen puçe gjatë kohës së luftës së ftohtë, vitet 70-80, në rregull? Apo puçet aktuale që ndodhin në Afrikë, në Mali, në Gabon, në Qendër Afrikë, çfarë janë puçet? Puçet janë kur një grup njerëzish që në këto vende janë ushtarak, në Shqipëri janë bandit, marrin pushtetin dhe thonë e injorojnë vendimet e drejtësisë. Ky është puçi. Pra ushtaraku vjen, thotë nuk njoh pushtetut, nuk njoh asgjë, është ligjim. Dhe në këtë përkufizim, sot në Shqipëri, Rama me bandën e tij po bën një puç, sepse e injorojnë drejtësinë. Dhe ky puç filloi që me Xhaçkën dhe ashtu si në Evropë, se kuptuan që Rusia ishte një predatore që kur mori Krimen në 2014 dhe e lam të bënte, dhe tani themi sot, ta kishim kuptuar, që atë moment do të kuptohesh që Rama kishte hyrë kokë e këmbë në një puç institucional që e injoron drejtësinë. Kjo është gjëja kryesore, nuk ka më pikë dyshimi. Pra, sot Rama është një skenar, një histori që e njohim përmendsh gjatë gjithë shekullit të 20 dhe tani Putini, Rama vinë në pushtet në mënyrë legale, Putini t'jalla Elcini, Brato zgjedhje, edhe Rama erdhi në pushtet për tolerancë me Ilermet në 2019 dhe pastaj mbahen në pushtet në mënyrë ilegal. Putini ta ndroi konstitutën, një herë bësh kryeministër, një herë president, Rama kujtohet në 2021 ndron kushtetutën, heq aleancat që të mbahesh pushtet, dhe tani ka shkuar komplet, nuk e pyet më fare s'pa. Dhe në ku çon kjo? Për mua, jam shumë dakord me ty që sot Europa në mënyrë të pakuptimt po hesht. Dhe pakuptim për dy arsye. Sepse kjo Europë tregon veten më superiore ndaj Trumpit, pikërisht në terrenin e vlerave morale. Ata janë luajnë ligjin e forcës, perëndoria amerikane, ne kemi vlera. Ku kemi shik vlera? E dyta, shembull dytë, është Serbia. Lexoj edhe shtypin serb, që thotë, keni dy situata. Në Shqipëri edhe në Serbi, njerëzit u ngritën ose po ngrihen. Ku ngrihen njerëzit në Serbi, që janë shumë më radikal se ajo protest që pam nga ana njerëzve, këtë kaluar më tokë në Serbi i vun plakën. Edhe bashkisë edhe parlament. Edhe në Serbi, Europa nuk dënon ata që ngrihen, bilesu ka të drejtë, Europa dënon policinë me muskuj të policisë e Vučić. Në Shqipëri, Europa nuk thot asnjë lloj fjale për atë veprim të policisë të paligjshëm që pam herën e fundit në bulevard. Me një dhënë të pakrahasueshme me atë të Serbisë, në fakt, nga ana e qytetarëve. Pra sot qartë Europë ka vendosur të heshtë dhe Rama e kupton këtë gjë. Rama ka krijuar tani bindjen se vlera e tij gjeopolitike është më e madhe se sa dëmi që mund të shkaktojë në terren e vlerave, sepse kush e njeh Shqipërinë. Dhe prandaj unë këtu jam dakord me të nismën e forumit të paqes midis partive të opozitës të Hasimjes. Forumi politik, forumi paqes. Sepse nëse ka një paqe midis partive. Paqes në rregull, në frymën e kohës jemi, në frymën e kohës. Ose që një luftë, ka një luftë midis partive. Nëse ka diçka për bashkëpunim, është gjithë ato partit politike, një nga PD-ja, një nga Lapa, një nga të gjithë të shkojnë një delegacion të gjithë bashkë. Qytet më qytet europian, Paris, Berlin, Rom, Madrid, dhe në Bruxelles, takime parlamentare, takime me qytetarë, takime shtypy. Ashtu më e fortë ishte vetë një parti vetëm. Që thuhet ju Evropë, ja ku janë vlerat. A ndodh ke ju këtë gjë ju?
ku kapet një ministër me përshpëndor, siç u kap në Ukrainë, kur Ukraina bëhet nami juve. Genci, se dua të qëndroj pak tek pjesa ku më the, Genci, vetëm një moment, tek pjesa ku më the që Europa ka vendosur të hesh. Tani, dje ishte New York Times-i,